Zoti Marku, sa familje keni shpëtuar në Thonjza, keni pajtuar gjatë i pelegrinazhit, po prapë në Thonjza tuajnë, se ky është mision. Mësa ky është, e shikoni veten si misionar, se është një gjë shumë e rëndë të shkosh në dy familje që janë gjak me njëra tjetrën, kam përshtypjen. Po, në misionin ton, ju siguroj se nuk ka asnjë mundësi tjetër pune përveç se traditës që ka ekzistuar dhe vazhdon të ekzistojë, pavarësisht se mënyra hakmarrjes dhe gjakmarrjes është jashtë çdo lloj logjike që ka trajtuar tradita, ose mënyrën se ka përdor tradita çështjen e pajtimit. Në aspektin e pajtimit ne nuk kemi lejuar kurrë si të përfshihen njerëz së pari çështjet që kanë të bëjnë me marrëdhënien e paras, me ndërhyrjen. Ne kemi thënë të gjithë misionarëve që ditën e parë kemi thënë, nëse do shkoni vetëm do përdorni tradita në bazë të pajtimit me humanizëm, zyrat tona janë shtëpi tona, janë familjet tona, janë kontaktet. Në Lezhë unë kam qenë para 3 muaj, kam asistuar në faljen e një gjakut që ka bërë një ri, pikërisht vrasi mori gjakun e babait, dhe kemi asistuar të dy palët të pajtuan, nuk kishin dëshirë të jepnin në media, sepse por të dyja familjet me integritet, ranë dakord, kanë qenë aty edhe Ka pas në histori gjatë rrugtimit tuaj, zoti Marku, që ju ka habitur ose ju ka prekur ose ka qenë shumë e tensionuar, më thënë ka qenë një histori aqe stërzjadur, aqe stërhollishme, sa shumë e koklavitur, sa jeni lodhur, ndoshta ju ka ndodhur në një gjë, po jo, gjithmonë është një pikë. Ka shumë të tilla dhe ju siguroj se ka aq lodhje vështirësi sa që por ne nuk duhet të mërzitemi nga përgjigjet e palëve, ne duhet falenderojmë jo vetëm palët, por të falenderojmë dhe shoqërinë shqiptare që e ruan traditën e mikpritjes edhe e ruan traditën që kur ti troket në derë, dikush troket në derë një personi, pavarësisht se mundet që ndoshta të jetë në një pozitë vështirë, kërkuesi i faljes ose ndërmjetësi akoma vazhdojnë të respektohen dhe konsiderohet turp, ti kthesh fjalën mbrapsht pavarësisht se përgjigja mund të jetë negative. Mund t'ju them me siguri se secila nga familjet që trokitet në derë për çështjen e pajtimit, secila thotë faleminderit shumë që keni ardhur, jeni të mirëpritur, jeni miq të shtëpisë, por kjo punë s'bën. Gjen, a falet gjaku?